që prej disa muajsh në Siri ka ndodhur një ndryshim i madh pas dëbimit të presidentit filorus Assad. Izraeli ka ndërmarrë një fushat bombardimesh për të shkatruar pa paralajmërim depo armësh, mjete ushtarake dhe baza e fortifikime siriane. Një luftë e vërtet pa një shpallje zyrtare të gjendjes së luftës, po pse Izraeli e bën këtë? E para sepse presidenti i ri Al-Shara është haptas një trashëgimtar ideologjik i Al-Qaedës dhe i deklaruar anti-izraelit. E dyta, tani më Rusia është tërhequr nga ajo zonë, sepse gjendet e dobësuar nga lufta në Ukrainë dhe është sot pa mjetet e duhura për të ndërhyrë në skenarin politik dhe ushtarak sirian. E treta, administrata Trump duket sikur nuk e ka mendjen aty dhe kërkon të mbajë një peshore të barabartë ndërmjet Izraelit dhe Turqisë në lidhje me përplasjen e tyre në shtetin e shkatruar sirian. Kjo ka bërë që dy fuqitë e rëndësishme rajonale, Turqia dhe Izraeli, të ndodhen tashmë përballë njëra tjetrës për momentin pa ndërmjetës të fuqishëm në mes. Erdogan dhe Netanyahu janë pra ballë për ballë në Siri, dy lider autoritar dhe që kanë dhënë prova se nuk e njohin moderimin dhe tërheqjen. Izraeli ka zgjedhur të godas, fort dhe pa mëshirë. Çfarë do të bëjë Turqia përveç sulmeve të ashpra me deklarata? A do të angazhohet ushtarakisht në Siri, në krah të presidentit Al-Shara? A do të fusë trupa të rregullta toksore? A do të pajisë me armatim të rëndë regjimin e ri të Damaskut? Nëse ndodh kjo, lufta është e pashmangshme. Zoti Shala, tani që ne po flasim, Netanyahu është në Washington dhe po pret radhën të takoj personin për cilin sot flet gjithë bota. E ka takuar dhe e kanë shty konferencën e shtypit. Dhe konferencën e shtypit ka shtyp, oke. Jo, po pret të takoj, them, dhe kështë fjanë ke konferencën e shtypit, oke. Shumë i që më saksova. Tani, cili ishte objekti që thuhet, cili ishte objekti që stuhet i këtë takimi, i cili është i dyti që është bërë president Trump, është i vetmi që e takon dyreresht, apo? Po, në fakt ishte një takim që nuk u fol përpara, po Netanyahu vajti në Hungari me urgjencë, me urgjencë, nga Orbani, takoi Orbani dhe me avionin që bëri disa zigzake për të mos kaluar nëpër vendet që mund të që i përgjigjen Hagës, ai arriti në Washington, është folur pak a shumë për temat e bisedime, për Gazën, sidomos për raportet Turqi-Izrael, pra kjo është një nga temat kryesore që do... Jo më kote futa... Po, dhe kjo është duket dhe para pak është dhënë njoftimi që ata kishin rënë dakord që të dalin një konferencë shtypi pas bisedime, por nuk kanë dalë në konferencë shtypi. E kanë shtyr, mund të jenë arsye që do të vazhdojmë përsëri bisedimet. Ka lidhje për shembull dhe për to tarifat to Po, edhe ajo është një nga ato që do të... Sa e ka Izraeli? 17% e ka Izraeli. është këtë mesmet, nuk është këtë lartë. Po jo, fakti ata shpresonin që s'do kishin asnjë lloj tarife. Sepse kështu ja kanë qenë gjithmonë përgdhelurit e Washingtonit dhe mendonin se s'do kishin asnjë lloj tarife. Kështu që... Si është? Me lekët amerikanëve paguajnë prapë. Me lekët amerikanëve paguajnë prapë. Kështu që ata, unë mendoj që diskutimi për Gazan do të jetë një element i rëndësishëm, sepse para 2 ditësh edhe Trumpi është shprehur që atje po vriten njerëz, domethënë. Ideja është çdo zgjidhje do marrë kjo, edhe besoj se mund të ketë ndaj diskutim rreth një armëpushimi tjetër të mundshëm, ndërkohë që Izraelit ka hedhë 2-3 teza për mënyrën se si do bëhet armëpushimi ose për të fituar kohë për të bërë fare armëpushim. Domthonë Izraeli i merr nga jugu i çon veri. Nga veriu pas e thotë shkon prapë një. Synimi është, me sa duket synimi është për të spastruar fare. Pra për të bërë një spastrim, bile ata Izraeli ka ngritur edhe një... Po nxitimi i Netanyahu për takuar Trumpin, do thotë, mos ndoshta kanë ndjerë që Trumpi nuk është më aq radikalisht pro Netanyahu dhe veprimeve të cilat shikoj se një nga synimet e Trumpit e ka deklaruar vetë në ëndrat e tij para presidenciale që të marrë edhe çmimin Nobel për paqen. Pa e do këroj, kudo që vë dorën, se qeshë goze, kudo që vë dorën, ku jam, po, do të ketë vetëm paqe. Dhe tani, pse dhe ata kështë bërë bukur të Gazën me skulpturën e vetë, si pa parë, si ma. Paqe është e? Po, të më dhënë, tani aty, në fakt, që kur u bë marrëveshja për këto shkëmbimin e pengjeve të Hamasit, e tjetër, në varë 1200 vetë tjerë. Si për njërë për shtype se palestinezja, po rritën sa
1.200.000 gjysma kalamaj dhe fëmijë dhe pra drama vazhdon dhe pasqyrimin Amerikës dhe Bashkuar Amerikës shumë i madh. Pra lobi pro-palestinez është në ndrysni edhe Trumpi. Dhe ai nuk e duron dot të gjë sepse dhe ka një gjë që me sa duket, shiko, Trumpi e tha atë idenë në fillim që mund ta bëjmë kështu duke spostuar popullsinë, po Izraeli ka filluar ka ngrit një infrastrukturë për këtë punë. Ka ngrit një autoritet për zhvendosjen e popullsisë me dëshirë sipas atyre. Pra edhe bile zëdhënësi i qeverisë Netanyahu apo zëdhënësja, nuk e më mend se cila ishte, thotë që për zhvendosjen sipas ligjeve të Izraelit, ligjeve ndërkombëtare dhe sipas vizionit të presidentit Trump. Pra në një farë mënyrë ata po e jetësojnë planin Trump, pavarësisht se Trumpi nuk është prononcuar dhe mund të jetë kjo arsye që është në një trysni të madhe. Gjithsesi një zgjidhje kësaj do t'i jepet. Një zgjidhje nuk mund vazhdoj kjo gjë një kështu sepse ka një sensibilitet. Ka qenë një pothuajse bumerang në opinionin publik amerikan, shkurtimi me 400 milion $, fondeve të Universitetit Kolumbias, mos gaboj vetëm se bën protesta pro-palestineze. Dhe njerëzit pyesën më mirë, po dakor, janë disa studentë në Universitetin Kolumbias, është Universiteti Kolumbias, janë dy gjëra të ndryshme. Me sa i shkurtoj fonde edhe për shkencën edhe për teknikën e për gjithë. Në këtë rast, motivacioni ishte ky. Goxhe? Po, shprehimisht ky ishte motivacioni. Po, motivacioni ishte shumë. Protestuan. Patjetër. Mendoj që nuk bisedat e Benjamin Milejkovskit, apo i them emrin e tij origjinal që ka. Po. Milejkovski, është kolon i Polonisë i ardhur në Izrael, në Palestinë, pra kanë pushtuar Palestinën dhe ndërton Izraelin. Biseda më kryesore për ta ka qenë Turqia dhe jo Gaza. Në Gaza ta e shohin njësoj, pra terrorizmin. Më fal, unë jam shumë dakord me ty se unë pandej pura në temë dhe kam menduar mirë. Për arsye sepse përplasja e Izraelit me Turqinë ndodh kemi në të njëjtin problem që kemi aktualisht në Ukrainë. Dhe shiku që ndron problemi. Aktualisht në Ukrainë disa forcat NATO-s të kryesuara nga Anglia dhe nga Franca duan të marrin pjesë në Ukrainë, të shkojnë trupa në Ukrainë dhe Amerika ka thënë që në rast se i çoni çfarëdo që ndodhi, unë nuk e aktivizoj nenin 5. Tashmë në rast të një përplasje nesër të Izraelit në Turqinë, Turqia është një vend i NATO-s. Dhe a do ta aktivizoj nenin 5 për Turqinë se Izraeli s'është vend i NATO-s. Pra unë mendoj që gjithë tentativa e neni 5 funksionon nëse Izraeli sulmon Turqinë. Po pra në rast se sulmon bazat ushtarake turke në Siri. Jo nëse ata hynë në luftë me njëri tjetër. Jo. Nëse Turqia është vend i NATO-s, Izraeli s'është vend i NATO-s. Se kanë debat, kanë thjesht shpjegues për publikun. Nëse për shembull Turqia sulmon Izraelin dhe Izraeli përgjigjet, tu s'ka nevojë për artikull 5. Por nëse Izraeli sulmon Turqinë, ajo çfarë po ndodh tashmë, po duket që është Izraeli ai që do të sepse në rast se Turqit në rast se Turqit vendosen në bazën në Palmira, izraelitët do ta bombardojnë dhe në rast se bombardojnë bazën dhe ka dëmtime si në materiale si në njerëz në palën turke, turqit mund të kërkojnë aktivizimin e nenit 5. Nuk janë në kushtet që mund ta kërkojnë tani nenin. Ai po lufton në territor, jo në territorin e vet, këtë që thotë gjej. Po është në marrëveshje dyfaqe, është me marrëveshje dyfaqe dhe në marrëveshje dyfaqe do të përgjigjet vet. Në momentin që turqit shkojnë me marrëveshje dyfaqe, ajo është legjitime. Dhe mund të aktivizoj për këtë arsye Trumpi tha që marrëveshja edhe pse forcat e NATO-s do shkojnë në Ukrainë me marrëveshje dyfaqe, sërish nuk e aktivizoi tha. Prandaj këtu është problemi i Izraelit. Dhe sepse Izraeli nuk do të thotë kjo që nesër NATO do të sulmojë Izraelin. Izraeli nëse krijon një marrëveshje, një traktat mbrojtje me Sirinë, do t'i dali vetë zot. Nuk e shkon për t'i dalë bashkë me NATO-n. Jo. Nuk mund ta përfshin se Izraeli sulmon vendet e NATO. Izraeli sulmon bazat turke. Atje Turqia më kërkoi aktivizimin e nenit 5, jo në aspektin për të sulmuar Izraelin. Ta ndryshoj pak formulimin e pyetjes. Më dhënien e armatimit Izraelit. Fal, unë mendoj që do ishte një aventurë shumë e madhe që Izraeli të sulmonte bazat turke dhe Turqinë. Jo, Turqinë jo, bazat turke në Siri. Po preke bazat ke prekur mua se aty ku janë. Është gjithë problemi. Aty ku është baza ime është territor. Nëse unë prek bazën që Amerika ta konsideroj si luftë ndërmjet dy vende dhe mos ndryry. Tani pyetja është kjo. Si janë krahasimisht ushtrit dhe forcat armatosura të dy vendeve? Shiko, Zhej, në ajër... Po s'ka llogaritur Netanyahu të bëni sulm rufe dhe të hedhin erë armatimin turk? Në ajër, nga llogaritja forcave e zotron ajrin e zotron Izraeli.
Kurse Po zotori Izraeli ka zotuar gjithçka. Jo, nuk është. Ushtria toksore është ajo që vendos në fund, nuk është. Në fund, po sa vi fundi, jo, një sekondë se ishte betejë 7 ditëve. U bëja luftë 7 ditëve. Është komplet tjetër kohë. Jemi në tjetër epokë. Tjetër kohë, po. Tjetër epokë. Turqit tokën e kishin arabët. Jo, turqit sot kanë një volim të madh si në forcat ajrore. Thjesht nuk kanë teknologjinë e fundit që kanë F-35-at, nuk kanë F-15-ën, turqit nuk i kanë, Izraeli ka këto. Po nuk prishin puna to tetikisht, sepse sot Turqia ka një evolim të madh në çështjen e dronëve. Dronëve, ka disa lloje dronësh, dhe këta dronë mund ta pengojnë totalisht aviacionin izraelit dhe mund ta saturojnë mbrojtjen kundërajrore izraelite ta bëjmë. Aktualisht izraelitët morën edhe baterinë e dytë THAAD. 4 bateri THAAD ka Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dy ka sjellë në Izrael. Dhe unë mendoj që nuk i çoj për çështjen e Shpjegoj njerëzve, nuk e kuptojnë akronimin FAD, çfarë FAD-i? THAAD është bateri mbrojtjes kundërajrore, është më modernja që ekziston sot në Perëndim dhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po vetëm një raketë e saj kushton $1 milion. Një raketë e saj kushton $1 milion. Çaj ka Izraeli atë? Po kush e kërcënon Izraelin me avion kaq të sofistikuar? Ora po s'po e përgatisin kundër Turqisë. Vetëm Turqia nuk ka kusht tjetër, sepse nuk ka kapacitet. Hamas s'ka, vendosën Hezbollahu s'ka. Për Iranin, për goditjet me Iranin. Pas Iranit s'ka avion të sofistikuar. Po nuk ka Irani atë kapacitet ashtu. Vetëm Turqia ka atë kapacitet sepse Turqia mund ta sulmoj, edhe nga Siria mund ta sulmoj, edhe nga ana e Turqisë nga ana e detit, pra sulmon nga dy drejtime. Dhe këtu është gjithë problemi që ndodhet. Prandaj them që ka kërkuar mos në rryen e Shtetit nuk besoj se do shkojnë, domethënë Pra biseda është dalin të dyja të humbura. Çështja më e madhe ka qenë për Turqinë. Dalin të dyja të humbura për dhe s'dalin. Kur vajtja kanë fidan para një jave, ata deklaruan së bashku që ne do t'i tërheqim trupat amerikane nga Siria. Tërheqja e trupave amerikane nga Siria jep hapësirë Turqisë të hyjë në zonën kurde dhe nuk e duan izraelitët pra. Ata kërkojnë qëndrimin e forcave amerikane dhe bllokimin e... Të gjë pak dhe Kisafin, lidhje me këtë debat? Unë besoj që Turqia do ketë shumë të vështirë të vendosë bazat e saj në Siri, sepse shoqë izraelitët janë të bindur që Amerika do jetë në anën e tyre kësaj radhe. Anën e Izraelit. Në anën e Izraelit, pavarësisht se nga njëra anë kjo administrat mendojnë që Turqia mund të ikë nga orbita dhe të shkojnë në orbitën ruso-kineze, por nga ana tjetër ideja është që vendosja e bazave turke në Siri do kërcënonte Izraelin, dhe kjo është një administrata më pro-Izrael që ka parë historia e Amerikës. Dhe dyta, vendosja e bazave turke në Siri do rrezikonte kurdët dhe nuk shoh që Amerika t'i ketë lëshuar kurdët, përkundrazi, nuk ka lëshuar fare kurdët në Siri për momentin. Dhe treta është duket që administrat po mundohet të fusi Arabinë Saudite në Siri. Pra marrëveshjen mes kurdëve dhe qeverisë tanishme të Damaskut e ndërmjetësoi Arabia Saudite. Dhe po mundohen të fusin një fuqi tjetër pikërisht për të larguar dhe për kufizuar Turqinë në këtë rast. Prandaj them që Turqia vështirëse mund të arrijë të vendosë bazat që t'i japë mundësinë Izraelit për t'i goditur. Unë mendoj që Izraeli nëse shkon tek vendosja e bazave, baza do e godisi pa diskutim. Pra ka një lloj vendosmërie për të goditur bazat e tyre. Po baza mund vendosin ata, Izraeli nuk lejon sisteme kundërajrore. Pra qiellin do ta përdori kundër Iranit. Nuk funksionon baza. Shiko, edhe kur ishin Asadi, edhe kur ishin rusët, Izraeli ka bërë sa herë bombardime. Me leje të rusëve dhe njoftonte rusët përpara. Këtë kërkojnë edhe turqit. Por ka bërë gjithmonë, nuk kanë bërë, po vetëm kur kanë lejuar të rusët. Edhe turqit të kërkojnë sot, të shkojnë në të njëjtën marrëveshje që kishte me Rusin, pra ti mund të sulmosh, atëherë kur të lejon leje. Pra unë duhet të kem njoftim përpara kur ti sulmosh. Këtë bënte Izraeli me Rusin. E njoftonte përpara, sepse Rusia kishte S-400 atë dhe i ka akoma S-400 në bazën në Tartus. Dhe bombardimet që po bën Izraeli tashti, po shkojnë në favor të Rusisë, sepse po bombardon të gjithë materialin ushtarak, duke mos e lejuar Ukrainën të marrë asnjë material ushtarak nga Siria. Ukraina kishte bërë plan që t'i merrte këto materiale ushtarake, të gjitha, me raketa, me armatime të gjitha. Nuk po merr dot asnjë sepse Izraeli po i shkatërron të gjitha. Burime alternativë. Është një hipotezë bile që Izraeli po ngul kam tek presidenti Trump edhe tek Shtetet Bashkuara të Amerikës që Rusia të mos detyrojnë të tërhiqet Rusia plotësisht nga Siria për ta përdorur për kundërpeshë për Turqinë. Qartë. Po tani problemi është që me që jemi këtë takimi, sa shpejt ka lërë minutat, të jemi këtë takimi Trumpit me Netanyahu. Pa kryesorja radh dakord që është çështja marrëdhënie me Turqinë. Mund të jetë me Turqinë. Tani çfarë do bëj? Si e gjykoni juve se këtu ta mbyllim, si e gjykoni juve pozicionin e Trumpit në këtë rast? Unë
mendoj që Që do bëj jo? Në basë të dhënave që kemi indiceve, çfarë do vendosë? Trumpi do jetë kraj Izraelit dhe diskutohet që do vendosi të bëj prapa të rolin e negociatorit duke mbajtur Izraelin dhe indirekt larguar Turqinë. Nuk I intereson Turqia Amerikës të marrë pozicione dominante në atë rajon. Nëse kontrollon Izraeli rajonin, apo shtrin e hegemoninë e vetë, automatikisht e ka shtrirë Amerika. Dhe kjo lidhet me gjithë kufitarët, se është problemi Gazës nga ana këtej, dhe pastaj kalojmë edhe Izraelit. Jemi dhe mendimin që tani Turqia si rëndësia strategjike falë marrëdhënieve personale të Trumpit me Putinin. Trumpit atë rajonin ta marrë Izraeli, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara. Pra ky është aksi që kërkon të bëjë Trumpi. Izraeli, Arabia Saudite dhe Arabia ka mundësitë ekonomike për ta rinatuar. Si që qafe Turqia është kollaj? Sepse duke kufizuar në radhë parë në Siri Turqinë, pra thash që kanë futur, po mundojnë të fusën Arabia Saudite në Siri. Çfarë do bëjë Arabia Saudite në Siri? Ka fuqi ushtarake. Ka fuqinë ideologjike do të më trupa. Arabia Saudite ato duan ta fusin ekonomikisht. Aleancë ekonomike. Sepse edhe vizitën e parë ky presidenti I ri I Sirisë në Arabi e bëri. Është aleancë ekonomike. Ekonomike, këtu bëhet fjalë për ndikimin me trupa, ndikimin ushtarak. Edhe nga ana ekonomike Turqia ka pushtuar Sirinë. Absolutisht. Mallrat turke po shkojnë mallrat e Arabisë Saudite. Dhe unë gjykoj që presidenti Trump nuk do ta joshi Netanyahun për t'ia kundërvënë Turqisë. Do t'i detyrojë të ulen palën bisedime. Nuk ka interes Amerika që të ketë një... Mendoni që ky takimi I befasishëm midis Trumpit dhe Netanyahut është një takim I kërkuar nga Trumpi apo nga Netanyahu? Nga Netanyahu, besoj. Nga Netanyahu. Kisafi përmbledhje gjithashtu në këtë pikë sepse lidhet edhe çështja e Iranit. Do kam përshtypjen më shumë çështja e parë është çështja e Iranit, e dyta mund të jetë Turqia, sepse Irani është jemi më afër të themi një konflikti të mundshëm me Iranin se me Turqinë për momentin. Ky është një argument që nuk I intereson për plasje me Turqinë, kur kanë Iranin në plan të parë. Ne kemi sot në Amerikë një sekretar mbrojtjes, Pete Hegseth, I cili para se të bëjë sekretar mbrojtjes në një konferencë, në një intervistë që ka dhënë, një nga fjalët që ka thënë është se një shtet islamik si Turqia nuk do të jetë pjesë e NATO-s. Pra, është një këndvështrim shumë ndryshe nga çdo administratë tjetër më pashme në këtë moment. Është që administratë jeshtë rajonin me sytë e Izraelit. Pa diskutim. Fillon çfarë I intereson Izraelit, ai intereson Shtetet e Bashkuara. Dhe Izraelit, po të shkosh me atë Izraelite sot, ju intereson një marrëveshje me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe ky është këndvështrimi I Trumpit që po mundohen ta vendosin në praktikë. Marrëveshja me Arabinë Saudite pa njohë Izraeli, pa njohë Palestinën, pa njohë qeshin palestineze nuk kanë shanse që ta bëjnë marrëveshje që të bëjë Izraeli me Arabinë Saudite, me Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk ka kontroll mbi Sirinë. Problemi është që në rast se largohet Turqia nga Siria, automatikisht influenca iraniane do të jetë shumë e madhe dhe do të vazhdojë investimi I Iranit në të gjitha grupet terroriste atje për të kundërshtuar Prandaj duhet të kalojë Izraeli në situatën e fuqia ushtarake turke dhe kontrolli I Turqisë, një pjesë të Sirisë dhe mbajtja në kontroll e ushtrisë siriane nga ana e Turqisë garanton mosfutjen e Iranit sërish në Siri. Në këndvështrimin e Izraelit, Irani shumë I dobët këndvështruar. Jo me Iranin nuk e llogarisin më Iranin. Asnjë mbështetje nuk e llogarisin më Iranin. Irani për mua bëhet fuqi bërthamore nëse nuk veprohet. Nëse gabim apo jo nuk e di. Kategorika e gabim. Po s'ka asnjë lloj suksesi sepse iranianët akoma po veprojnë. Pra, izraelitët, dje, kabineti izraelit thoshte që po marrin akoma armatime Hezbollahu nëpërmjet Sirisë, pra po vinë përkalojnë dhe në rast se sepse Siria është jashtë kontrollit. Pra nuk kontrollohet gjithë territori, këtu është problemi. Dhe në rast se izraelitët s'mund të shkojnë deri në kufi me kurdët. Pra nuk e kalojnë dot Hamasin. Çfarë do lloj hegemonie që të shtrinë nuk e kalojnë dot Damaskun. Dhe atë territori kontrollojnë vetëm turqit. Prandaj turqit duan atë dhe unë them që prandaj mendoj që Trumpi do ndërhyj për t'i mbajtur palët, pra interesojnë edhe Izraeli, edhe Turqia, interesojnë t'jenë në Siri. Kush në zona kontrolli, mund t'jetë në mua zona dhe kontrolli. nëpërmjet me publikun, çfarë profili ka Al-Sharau? Është një person që në lartësinë e figurës presidentit të një vendi në kaos, apo është një person që pavarësisht deklarimeve të tij si doli në sipërfaqe, si ushtari I Al-Qaedës apo si besuari I Al-Qaedës, edhe ka evoluar, ai ka dhënë disa shenja, ka disa vite që
ai menaxhon një mini shtet në kufi me Tani, Turqinë. te kanë vënë shërbimet e huaja aty apo ka dalë vetë? Unë mendoj që në evolimin e tij ka ndikuar shumë në evolimin e tij ka ndikuar Ishte një marrëveshje izraelite. në evolimin e tij ka ndikuar shumë shërbimet turke. Në evolimin e tij, nga përfaqësuesi i Al-Qaedës deri në nivelet e një lideri që u bë, janë ndikimi turk në këndvështrimin tim. Kaluar nga kontrolli amerikan Pra, te kontrolli izraelit, pastaj te kontrolli turk. Shërbimet turke e kanë favorizuar. Kanë suportuar Të treja së bashku. dhe po e mbështesin. Turqit, amerikanët dhe izraelitët. Pra është figurë e përzgjedhur me Pra është një konsensusin e të figurë tretë. konsensuale. Po mirë, është figurë popullore ky? Shiko, gjej, Pra, i shkojnë sirianët mbrapa? territor, ai ka drejtuar një mini shtet aty për 5 vite dhe ka dhënë prova që ka Është ditë ta moderuar. menaxhoj, po, është moderuar dhe ka ditë ta menaxhojë atë vend. Sunitët i shkojnë prapa, për arsye se në Siri kemi një problem. Për 56 vjet kanë drejtuar alavitët. Po. Pushtetin nga pasur alevitët dhe në momentin që e morën sunitët kurse Alavita ka qenë, familja Asad ka qenë alavite, ka një pakicë. do që ta ketë emrin presidenti Shara, nga do që të vi, Po. sunitët tashmë janë me atë për arsye se shohin marrjen e pushtetit, përfundimisht e morën ata. Pra, janë shumica në Siri, sunitët dhe nuk e kanë pasur ata pushtetin. Por Dhe për tashmë momentin rimorën është shumë pushtetin. shpejt, sepse koha Dakor. është kaq Po pikërisht prandaj dhe prandaj them që ai dinamike. populariteti është sa vetëm për këtë arsye, për shkak të qenit sunit. Pra Nuk ka një Akoma kështu ka vlerë figurë ushtarake, një Bulgaria. profil charmant në një... Jo, nuk ka një. As profilin e gocësues nuk ka Nuk besoj filluar. se është Është një me person arsim i lart, tillë. nëse di unë, Po shoqja ka vështirë ta mbajë dhe Sirinë të inxhinierie tip kështu, bashkuar. domethënë nuk është njëri i dal nga Po mirë, fali më tani se në momentin që erdhe në krye të Sirista, bën goxha veprime ushtarake, apo ishte gjithaj një lojë. Jo me bon ata se na trojshë edhe Ka ky vlera optimizmi si strateg. ta përmbysim Asadin, pastaj të shohim çfarë bëhet më Nuk pas. bën asnjë veprimtari ushtarake. Nuk është se Ata morën përmbysën sepse ushtria Asadin, siriane Asadi u dorëzua. Po pra, u dorëzua. Zbati asnjë pra, konfrontim. Ata marshuan drejt Asadi Bagdadit. iku, larguar. marshuan drejt Damaskus. Pra, Al-Sharau është një figurë kompromisi. Absolutisht po. Unë po Edhe shoh atë që po lufton ai. momentin e ka Edhe vështirë dhe perëndimi- Sirinë ta mbajë të bashkuar. Po, Ka pasur perëndimi shumë këtej ka masakra në kërkuar zonat që të ketë e përfaqësues Kështera dhe gjithë grupet, Alavite. të ketë përfaqësim në Pra, qeveri. nuk është një tip që rrezikohet jeta aty, apo në zonë moment e heqin Chavez. Aty pasaj puna jetës nuk ka garanci. Ha? Nëse do dali jashtë skenari, nuk është Në këndvështrimin e Izraelit mund të përfundojë dhe si Hasan Nasrallahu. Duhet kemi një gjë parasysh që në atë territor, në linjën e mesme, këta individ janë gjithnjë të harxhueshëm. Pra expendables. Të sakrifikueshëm. Absolutisht. Momentin që nuk dali nga Të bëhet kushtetuta, Janë bëhen zgjedhje, të bëhet deri në momentin që ju duhen, në momentin Pastaj vjen një bombë demokratike, thellësi pastaj edhe- hap krahun. Pastaj një grup terroristi caktuar që na intereson për të ndezur pak situatën, na e eliminon. Okej. ata që kanë bërë 14 Pra, vjet do vazhdojnë sërish. pyetja fund se ka vetëm 1 minutë kohë, a ka shanse që Siria të bëhet përsëri shtet apo do jetë një rrumpalle pa parë? Do përfundojë si Libani sot. Në qoftë se Siria, në qoftë se në shkruhet marrëveshja, traktati i mbrojtjes me Turqinë, Siria do bëhet shtet dhe do bëhet shtet normal. Nëse Po, nuk këtu, shtet bëhet bëhet kjo, shtet, nëse nuk bëhet kjo, atëherë do përfundoj Si Libani. me disa shtete, një lloj si puna e Libisë. Problemi është që nëse në shkojmë marrëveshje me Turqinë, mund të bëhet shesh lufte mes Jo, Izraelit dhe nuk e Turqisë. besoj. Kështu Nuk që- mund Pra, të po, bëhet po, luftë po, me po, Turqinë, emisionin, as Izraeli asnjë fuqi atje. Është kategorike. Goxhaj, me një frazë? Ribot e Siria apo do jetë një... Siria Do jetë ka një përsheshje dëshirë që të pa parë. bëhet një shtet, të funksionojë si një shtet unitar dhe mund të bëjë një kompromis që të funksionojë si një federat. Qartë. Okej. Jam ke Dakor. federata. Atë ky minutazh Federata nuk i intereson Turqisë. Po, do kompromisi, Sa është prandaj kompromisi, kjo ne është vëllasim për kompromisi. kompromisin. Tani në fund të ndezës, sa më pëlqen kjo. Tani do kalojmë mbas thjesht në pjesën e dytë do flasim për situatën shqiptare, sepse kjo fushat ka shumë intriga dhe ka shumë përgjime, ka shumë po themi akuza të cilat po hyjnë edhe në brendësi të partive, ë? Pra mos u largoni sepse ne do kalojmë edhe vonë përsëri Optika Luani, një blok shumë të shkurtër publicitar dhe do merrem me çështën e vendit. Por se përpara kësaj, për ata të cilët janë amatorë të gjeopolitikës, kemi edhe ndërkallje numër 3, e cila flet në mënyrë më të saktë, më të përmbledhur këtë që biseduam deri tani. Ndërkallja, reklamat që thash dhe shihemi për pjesën e dytë. Tensionet Turqi-Izrael sa vinë dhe rëndohen.
Javën e shkuar nga Parisi, ministri i jashtëm izraelit Gideon Saar akuzoi Ankaran se po luan rol negativ, jo vetëm në Siri, por në gjithë rajonin. Madje ai tha se Turqia po bën gjithçka për ta pasur Sirinë si protektorat turk. Deklarata e tij u bë pak orë pasi Izraeli nisi sulmet kundër Sirisë. Pas këtyre raportimeve, Ministria e Jashtme e Turqisë reagoi duke ia kthyer me të njëjtën monedhë. Deklaratat provokuese të ministrave izraelit pasqyrojnë gjendjen shpirtërore të tyre, si dhe politikat agresive dhe ekspansioniste të qeverisë fundamentaliste dhe raciste izraelite. Ne duhet të pyesim veten pse Izraeli është i shqetësuar nga zhvillimet në Siri dhe Liban, të cilat premtojnë paqen, stabilitetin dhe mbështeten nga e gjithë bota, pavarësisht mungesës së ndonjë provokimi apo sulmi kundër Izraelit në Siri. Sulmet ajrore dhe toksore të Izraelit në vende të ndryshme shpjegojnë me faktin se politika e jashtme e Izraelit ushqen konfliktin, shkruhet në reagimin e ministrisë turke. Mëtej gjua shpërsohet kur thuhet se Izraeli po bëhet kërcënim i madh për sigurinë rajonale, destabilizues dhe po nxit terrorizëm. Një apel Turqia kishte edhe për ndërkombëtarët, ku i kërkon të marrin përgjegjësitë e tyre për të parandaluar agresionin gjithnjë më të pamatur.